Ashtu siç kishte paralajmëruar ditë më parë Selvia, bashkëshortja e këngëtarit e ndjer Shpat Kasapi tashmë është lançuar projekti i tij muzikor më i ri. Kjo këngë vjen si pjesë e premtimit të saj për të sjellë në dritë krijimet që Shpati i la për gjysmë dhe nuk arriti t'i publikonte sa ishte gjallë. Kënga titulluar Nana është publikuar zyrtarisht në kanalin YouTube. Kënga preku menjëherë zemrat e fansave duke sjellë sërish zërin e artistit që u nda herat nga jeta. Ajo që e bën akoma më emocionuese këtë lançim është videoklipi realizuar. Përmes përdorimit të inteligjencës artificiale është mundësuar një video ku Shpati shfaqet me krah angjëlli pranë nënës së tij, duke krijuar një imazh mjaft prekës. Ky projekt pritet të jetë vetëm një nga krijimet e shumta që Selvia ka planifikuar të ndajë me publikun për të mbajtur gjallë trashëgiminë muzikore dhe kujtimin e artistit të dashur për publikun shqiptar. Na duhet të rikujtojmë se Shpat Kasapi u nda nga jeta gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar nga një arrest kardiak ku ishte në Itali për të kuruar të birin. Me sa duket, Selvia ka vendosur që të gjithë krijimtarinë e Shpat Kasapit, ose të paktën muzikët që ka lënë pezull, t'ja publikojë për të mos u shuar kurrë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.